Patjetër. Jo nuk na çon sepse kjo është interpretim i gabueshëm dhe gjykata kushtetuese nuk e thot as gjykata kushtetuese që duhet të votuar. Gjykata kushtetuese thotë që ka thënë edhe rregulloria Kuvendit 1-12 që thotë kushtetuta e cila e prevalon rregulloren. Apo dhe është një ligj dhe na nuk mund në mënyrë selektive me thonë kjo po pëlqen të zbatojmë ligjin e është ligjin kundërshtim me kushtetutën. Ti po thosh që po nuk është në frymën demokratike deputetë e shumicës shqiptare me vendos çka kanë me zgjedh deputetë e komunitetit serb. Nuk e thash ashtu. Po kështu po. Jo, nuk e thash ashtu. Na tash gjatë një deputet me thonë po të zgjedhëm na një që na pëlqen. Jo, do të më qenë frymën dëgjoj. Jo duhet më na votuar për fatësues tonë dhe ne ja votojmë qoftë. Rregulloria e ka thënë në mënyrë qartë që propozimi do të ardhë nga shumica, Ne 67.4 thotë qartë. Kushtetuta e ka sqaruar, tash nuk besoj që ka dilema ligjore. Ka shumë dilema. Ka shumë dilema. Do të dalin dilema mund. Jo, ka shumë dilema. Propozimi do të më ardhë nga radhët e komunitetit, nga shumica e deputetëve të komunitetit serb. Ajo nuk ja garanton votimin, sepse propozimi po votimi nuk ja garanton, sepse është i lirë. Mandati është i lirë. Pajtona plotësisht, po dohet me ardhë propozimi, edhe nuk i takon deputetëve të shumicës me imponu ata një pakicë me thonë na pidojmë veç këta. Thjesht në një shoqëri demokratike normale do duhet që po thotë që këta me bashkërendu edhe me zgjedh një që i përshtatet dy anëve thjesht politikë bëhen edhe konsenzuese. Megjithatë kjo çështje është që po për ta vazhduar më pas